Këtu në vendin e ngjarjes para objektit të Kecit dhe Keskës, ku tashmë situata aktualisht është e qetme që është protesta do të nisë në ora 13, por policia e Kosovës tashmë veç se e ka rrethekuar themi perimetrin e këtij objekti dhe po presin nisjen e protestës. Megjithatë, deri më tani nuk është se pa ndonjë qytetar të interesuar për të protestuar kundër shtretimit të rrymës, ndërsa me që është ende herët ose një orë para se të nisë protesta, unë po shtjelloj pak ato se pse erdhi deri te kjo protestë dhe arsyet, po mundohem të shtjelloj edhe arsyet të cilat po na çojnë në shtretimin e rrymës. Organizatat jo qeveritare, kolektivi feminist dhe një organizatë tjetër me emrin Përpjekja kanë organizuar një protestë kundër shtretimit të rrymës, me që ditë më parë u raportua se Kesko ka kërkuar por jo vetëm Kesko, por edhe operatorët e tjerë energjetik kanë kërkuar një rritje një shtrentim të energjisë elektrike prej së paku 21%, nga sa është aktualisht dhe kjo kërkesë për shtrentim të rrymës po vjen ende pa u bërë një vjet nga shtrentimi i fundit për 16.1%. Një ndër arsyetimet e Keskos, të cilat i kemi parë, sepse arsyetimet të tjera s'kemi parë, është përveç importi i lartë i energjisë elektrike, prishja rënja e bllokëve pra të herpasershme të termocentralit, është edhe rritja pagës minimale e cila janë arsyetuar se do të ndikojë në të hyrat e tyre. Pra, gjithashtu Keku para pak kohë ka raportuar se do të kemi një krizë energjetike me që do të bëjnë remonte ose do të ketë ndërhyrje në termocentrale dhe se kjo është shtuar edhe në arsyet për ta shtrituar sërish çmimin e energjisë elektrike prej 21%. Nëse marrim për shembull sa për ilustrim, nëse aktualisht paguajmë një faturë me 600 kW të harxuara, rreth 50 euro çmimi i faturës me 21% të tjera do të vije diku te 65 euro. Por nëse një qytetar shpenzon mbi 1000 kW nga 100 euro sa paguan aktualisht, vitin e ardhshëm ose pas një prillit, nëse do të kesh shtretim prej 21% të rrymës, fatura do të shkojnë mbi ose rreth 130 euro varësisht se sa do të shpenzoj. Dore këto janë pak a shumë ose kjo është atmosfera një orë para se të nisë protesta ose marshi protestues ku do të nisë nga zyrët e Kecit, do të vazhdoj të zërëja, pastaj do të ndalet e ndërtesa e qeverisë. Për çdo detaj ose për rrjedha se si do të shkoj kjo protestë, ne do të jemi këtu.